Kryeministër Spajic, ju keni një kuadër për antarësimin në BE që është një vit më parë se sa Shqipëria. Cili është vlerësimi i procesit i objektivit për antarësim në 2028? Është në drejtimin e duhur? Herën e parë, kur deklaruam se do t'i mbyllnim të gjithë kapitujt në 2026, askush s'na besoi, disa menduan është e pamundur, nuk do të ndodhë, por mendoj që njerëzit po bëhen gjithmonë më pak skeptik, ndërkohë që ne realizojmë, ndërkohë që rezultatet vinë njëri pas tjetrin. Kësaj u kthye në një objektiv realist. Sërish, mjaft optimist, por tërësisht realist. Dhe mendoj po kështu që edhe objektivi i Shqipërisë u bë tërësisht realist, sepse Shqipëria po ecën shumë shpejt, po bën një punë shumë të mirë në frontin e integrimit në BE. Jam i lumtur që e shoh një gjë të tillë. Jemi të lumtur që shohim të tjera vende që ecin mirë, që bëjnë maksimumin e tyre. Kjo nuk është vërtet një garë, nuk është një lojë me shumatoren 0. Të gjithë do të përfitojmë sa më shumë vende nga rajoni të bëhen pjesë e BE-s, pjesë të njëjtit klub, të kenë të njëjtat vlera e të jenë pjesë e tregut përbashkët. Për këtë bëhet fjalë. Mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë reformat, pra shohim që edhe ana e Bashkimit Evropian po përqendrohet gjithmonë e më shumë po tregohet, po ta themi kështu, edhe më serioze për antarësimin e mirëfillt të Ballkanit Perëndimor. Kështu që po shohim disa gjëra të prekshme në rajon, diçka që është inkurajuese. Dhe shpresoj fort që do të vazhdojmë kështu edhe në 2026. Sfidat, sigurisht, plot sfida, por ju na prezantuat si kryeministra, por ne jemi kryeministrat vendeve të vogla. Kështu që janë vende me madhësinë e një qyteti mesatar në Angli, për shembull, popullsia jon apo 2.8 milion në Shqipëri, edhe pse popullsia e Shqipërisë është më e madhe, prapë janë të vogla. Duhet të mbetemi modeste realist, sepse si vende të vogla mungojnë njerëz, administrata publike, për shembull, i mungon ky grupi, po themi, burimeve njerëzore, njerëz të talenteve që të ndihmojnë me reformat, me kalimin e tyre, por edhe me zbatimin. Kjo është sfida më e madhe absolutisht e vendeve të vogla. Së dyti, është shumë e qartë që ekziston gjithmonë geopolitika. Ne e dim që jo të gjithë janë të lumtur për faktin që Mali i Zi, Shqipëria apo të tjerë po ecin me shpejtësi drejt BE-s. Megjithatë, kjo është diçka normale. Ballkani ka qenë ka hera pikë me interes për fuqitë e mëdha. Ka pasur shpesh interesa konfliktuese me njëra tjetrën, megjithatë unë jam shumë optimist pavarësisht sfidave që do t'ja dalim.